Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Pa dyshim se tallja me fen e Allahut, ashtu siç edhe e theksuat, tallja me fen e Allahut dhe me vet pejgamberin alayhi salatu wassalam është kufër dhe e nxjerr njeriu nga feja islame. Prej syneteve të Allahut, prej natyrshmërisë që Allahu azza wa jall e ka bërë për njerëzit, ka bërë që oponentët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe armiqt e tij, ata të cilët e përqeshin atë, e ka bërë ligj që me i poshtru. Ju ka përgatit dënim të dhëmshëm në dynja edhe në ahiret. I kemi dy prej ajeteve kuranore ku Allahu azza wa jall përmes këtyre dy ajeteve na mëson edhe na tregon diçka çka ka të bëjë në lidhje me talljen e tij. Thot Allahu azza wa jall në këto dy ajete: "Wa la yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah aw tahullu qariban min darihim hatta ya'ti wa'du Allah inna Allah la yukhlifu al-mi'ad wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lilladhina kafaru thumma akhadhtuhum fa kayfa kana 'iqab." Në këtë ajet Allahu azza wa jall i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wasalam duke pasur për qëllim idhujtarët e Mekës, duke pasur për qëllim pabesimtarët, kufarët, banorët e Mekës, të cilët e kishin nënshmu, e kishin fy të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall flet në këtë ajet kuranor me fjalët e pabesimtarëve, të cilët i kishin thënë kështu. Pabesimtarët kanë thënë sikur të kishte qenë një Kur'an me të cilin të lëviznin malet, ose të coptohej toka, apo të flisnin të vdekurit që të besoj Muhammedin a.s. Pabesimtarët në këta ajet kuranor, Allahu azza wa jall përmes këtij ajeti kuranor tregon se pabesimtarët kanë bërë shaka me fjalët e pejgamberit kur ai ju ka drejtu atyre se a do të besonin në Allahun. Çfarë than ata? Kanë thonë sikur se përmes këtij Kurani që po e çun ti o i dërguar se është mrekulli, nëse përmes këtij Kurani kishe me bë që të lëviznin malet, apo që toka të coptohej, apo që të flisnin të vdekurit, ne do të kishim besu ty. Allahu azza wa jall çfarë thot pas kësaj? Thot jo, e gjithë çështja i takon vetëm Allahut. Thot Allahu në vazhdim të ajetit: "Vall, a nuk e din ata që besojnë se sikur të donte Allahu, do ta kishte uzuar të gjithë njerëzimin në mënyrë që ata të jenë besimtar?" Kurse jo besimtarët është fjala për jo besimtarët e Mekës, për atë që kanë bërë, vazhdon t'i godas shkatërrimi apo e keqja e Allahut t'ju bjerë pranë shtëpive të tyre, derisa të vije në vend, derisa të kryet premtimi i Zotit. Nuk ka dyshim, ajeti i dytë thot: "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika." Allahu thot edhe para teje janë tallur me pejgamberet edhe të dërguarit. "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladhina kafaru." Andaj un u kam dhënë atyre afat, ju kam dhënë afat atyre të cilët e kanë mohuar dhe më pastaj i kam ndërshkuar. Ju kam dhënë atyre afat atyre të cilët kanë bërë shaka me pejgamberët e mëhershëm, ju kam dhënë afat deri në një kohë të caktuar, e më pas i kam ndërshkuar. Fa kayfa thumma akhadhtum fa kayfa kana iqab. Dhe a e din se çfarë dënimi ka qenë ai. Allahu i lartësuar zullumçarëve i janë mbledhur këqijat, edhe nuk i lë dojnë me të keqen e tyre, edhe i lë që ata të vazhdojnë me të keqen e tyre deri në një moment të caktuar. Kur Allahu i dënon ata njerëz, i dënon me dënim të ashpër që nuk ka mundësi t'i shpëtoj atë dënimi askush. Aq është i madh dënimi i Allahut azza wa jall, sa që asnjë njeri t'i shpëtoj atij dënimi e të mund të thoj se mua nuk do të më kaploj ky dënim. Siç tha Allahu azza wa jall
në pjesën në ajetin që e lexuam më lart, fa amlaytu lil ladina kafaru, andaj un u kam dhënë atyre afat, atyre të cilët kanë bërë shaka, un u kam dhënë atraktuar. Do më thonë, u kam vonuar atyre pak dënimin, nuk i kam dënuar me njëherë, e kur i kam dënuar shumë ashpër. Ndërsa, kush i përcjell ngjarjet historike gjatë gjithë kohës kur është shkruar historia, gjen fatkeqësi e dënime të shumta, përmes të cilave Allahu Azza wa Jall i ka ndërshkuar armiqt e të dërguarit e posaçërisht ata të cilët kanë bërë shaka me te. Allahu ju ka drejtuar pejgamberit alayhi salatu wassalam me një ajet ku i tregon mbështetjen që Zoti i jep të dërguarit e tij në surën Hijr në numri ajetit 95 ku thot: Inna kafejnaka al-mustehzi'in. Ne të mjaftojmë ty kundër atyre që tallën. Ne të mjaftojmë ty. Un jam i mjaftueshëm për ty o i dërguar kundrejt atyre të cilët tallën me ty. Një njeri i kishte thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam: Inna shani'aka huwa al-abtar. I thot pejgamberit alayhi salatu wasalam se fati yt është i ndërprer. Çka ka dashur të më thonë ky me te? Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka pasur djem, i kanë vdekur. Dhe në këtë mënyrë ai ju ka drejtuar pejgamberit duke i thënë se ti je fat shkurtër, je fat prem. Prej teje nuk do të ketë trashëgimtar, për arsye se nuk do të kesh djem. Kështu ka qenë tek pabesimtarët, edhe pse me Islam nuk është e tillë. Çfarë Allahu Azza wa Jall i tha në suratu Al-Kauthar, në sura Inna a'tayna, të cilët e dim të gjithë, ju tha: Inna shani'aka huwa al-abtar. Sigurisht ata që të urrejnë ty, ata të cilët të fyjnë ty, ata të cilët të nënçmojnë ty, më të vërtet ata nuk kanë fat. Çfarë do të thotë se ata nuk kanë fat? Ata do t'i pret ndërshkim edhe dënim i rrept. Allahu i lartësuar ja ndërpren atij njeriu pasardhësit, nuk i bën pasardhësit e tij të hajrit, i mallkon ata njerëz, edhe i fshin ndoshta edhe nga faqja e dheut ndikimin e veprimeve të tyre që ata i bëjnë kundër pejgamberit ton të ndershëm. Allahu i madhëruar i ka dënuar edhe i ka përgatitur dënim të dhëmshëm edhe në ahiret për të gjithë ata të cilët bëjnë të këqija ndaj të dërguarit ton, flasin keq, nuk e kontrollojnë gjuhën e tyre dhe bëjnë shaka e përqeshin ndonjërin prej të profetëve dhe të dërguarve të Allahut Azza wa Jall. Çfarë themi për ata të cilët bëjnë shaka, nënshmojnë, flasin keq kundër udhëhecit të profetëve, imamit të pejgamberve, vullën e tyre Muhammedin alayhi salatu wassalam. Kjo nuk do të thotë se të bëjmë shaka me të dërguarit e tjerë lejohet apo bën, apo ta konsiderojmë si çështje shumë të vogël. Përkundrazi, çështja është e njëjtë. Tek krishterët, jahudit i kanë profetet e tyre, të cilët mbështeten tek ata, e që në realitet nuk pasojnë urdhrat e tyre me të cilët ata kanë ardhur. Prap ne i respektojmë ata, nuk flasim keq kundër atyre, përkundrazi i besojmë dhe i respektojmë të gjithë njësoj, siç thuhet edhe në suratul Baqara në ajetet e fundit: Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulih. Të gjithë ne besojmë në Allahun, në melajket e tij dhe në të dërguarit e tij. Pjesë e kushteve të imanit është që të pranojmë të gjithë pejgamberet, t'i besojmë ata, t'i respektojmë urdhrat e tyre dhe të mos flasim keq ndaj atyre. Kjo është akidja jon, kjo është besimi jon, ku çdo besimtar duhet ketë kundrejt profetëve të Allahut, kundrejt të dërguarve të tij. Andaj çdo besimtari nuk i lejohet që të shfaq mos respekt, që të shfaq në emër të kundër përgjigjeve, të flas keq kundër ndonjërit prej pejgamberve, Isaut alayhis salam, Musait,
Sulejmanit edhe pejgamberëve të tjerë. Edhe pse vetë të krishterët flasin keq kundër Isaut a.s. vetë jahudit flasin keq kundër Sulejmanit e Musait a.s. i cilsojnë ata me cilësi të cilat ata janë larg tyre, i u japin atribute të cilat nuk i meritojnë apo nuk u takojnë atyre fare, ndërsa ne me Islam as nuk flasim keq ndaj asnjërit prej profetëve të Allahut Azza wa Jall. Shembull të tillë kemi kur ndaj Sulejmanit a.s. jehudit thonë se ka qenë person i cili ka bërë imoralitet me gruan e komshisë së vet, ndërsa në Islam kjo nuk ekziston fare. Allahu Azza wa Jall i ka mbrojtur të gjithë pejgamberët nga mëkatet e mëdha dhe nuk ka mundësi që Sulejmani a.s. të bëj atë mëkat të shëmtuar për të cilin Allahu Azza wa Jall ka përgatitur dënim të dhëmshëm. Me këtë ne dëshirojmë të themi se muslimanët nuk guxojnë të flasin keq ndaj asnjërit prej profetëve, i respektojnë të gjithë pa e marrë parasysh se të tjerët çfarë thonë për profetin ton. Allahu i madhruar në njërin prej haditheve kudsie thot, hadith kudsi janë fjalët e Allahut Azza wa Jall, hadithe kudsie janë fjalët e Allahut Azza wa Jall, të cilat nuk janë të shkruara në Kur'an. Janë fjalët e Allahut Azza wa Jall, të cilat i ka përcjellur Gjibrili alayhi salam, meleku Gjibril, meleku i shpalljes tek pejgamberi ynë, dhe ato nuk janë pjesë e Kur'anit. Çfarë thot në këtë hadith kudsi Allahu i lartësuar? Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Thot kush e hidhron ndonjë prej të afërmëve të mi, kush e hidhron apo armiqësohet me ndonjërin prej të afërmëve të mi, me ndonjërin prej dashamirëve të mi, vetë se i kam shpallur atij unë luftë. Edhe njëherë, kush e hidhron e armiqson ndonjërin prej të afërmëve të mi, vetë se i kam shpallur atij luftë. Çfarë të themi kur dikush e armiqsohet, kur dikush armiqson profetin Muhammedin alayhi salatu wasalam? Çfarë të themi kur dikush bën shaka me imamin e profetëve, me shëmbulltyrën e njerëzimit, zotërin e bijve të Ademit alayhi salatu wasalam? Edhe pse në kohët tona shohim edhe dëgjojmë disa njerëz të ullët e të pavlerë për qeshin bëjnë shaka me personalitetin e pejgamberit, me profetin ton të ndershëm alayhi salam, që sëndisin karikatura e pamje për qeshse, thurin fjalë e bëjnë filma me njerëz të pamoralshëm, me njerëz të paftyr, me njerëz me ftyra, vetëm me ftyra njerëzore, vetë se Allahu Azza wa Jall u ka shkruar shkatërimin atyre dhe u ka përgatitur dënim të madh, si në dunja ashtu edhe në ahiret. Siç edhe e tham më herët, për gjatë historisë kemi shembuj të shumt për ata të cilët dëshirojnë të shohin realitetin e fjalëve që po i themi. Për këtë gjë kemi argumente të shumta, të cilat njëherësh janë edhe dëshmi për përsosmërinë e fuqisë së Allahut, për madhështinë e dënimeve që ai i cakton, me të cilat ai i dënon ata të cilët e meritojnë, dhe për mënyrën se si Allahu Azza wa Jall i ka ndihmuar profetit alayhi salam dhe profetëve të tjerë në përgjithësi. Në kohët e sotme, në emër të lirisë së shprehjes, janë përhapur fjalë nga më të ndryshmet, janë përhapur fjalë sidomos edhe nga pjesëtarë të popullit ton që flasin kundër fesë dhe kundër personalitetit të Muhamedit alayhi salatu wasalam, ndërsa me emra pretendojnë se janë musliman dhe i takojnë fesë islame. Vallë, a e din ata se për të qenë musliman ka kushte, ka rregulla, e nuk mjafton vetëm ta emrosh veten si të tillë, nuk mjafton që ta emrosh veten si musliman pa ju përmbajtur rregullave islame dhe gjërave të cilat të nxjerrin nga feja. Ai i cili i thot vetes musliman duhet pasur kujdes, sepse njeriu del nga feja i bashkohet pabesimtareve në dënim dhe munafikave, se nuk është zgjedhja e tij e parë
edhe nëse nuk është zgjedhja e tij që të jetë me të tjerët. Kohëve të fundit, të rinjt e të rejat, kur u drejtohesh me ndonjë këshill të fesë, përçeshin ndonjëherë edhe fen e Allahut, apo përçeshin ndonjë prej obligimeve të fesë dhe bëjnë shaka qoftë edhe me ndonjë sunet. A e din ata se për shkak të përçeshjes që ata bëjnë, dalin nga feja edhe pse mund të jenë prej atyre 5 kohët e namazit. Për në fund të kësaj pyetjeje, për fund po ua përmendim vetëm një ajet ku Allahu Azza wa Jall tregon se si disa prej muslimanëve të parë dolën nga Islami vetëm se bën shaka me një gjë të vogël që ndoshta tek ne konsiderohet e thjesht, bën shaka me te në suratu Teube, ku Allahu Azza wa Jall ju drejtohet atyre duke u thënë: la ta'at qad kafartum ba'da imanikum. Allahu Azza wa Jall u drejtohet duke u thënë: mos u arsyetoni se po bëni shaka, ju keni dal nga feja pasi që keni besuar. Pra Allahu Azza wa Jall po thot atyre të cilët kanë bërë shaka: mos u arsyetoni për shakat që ju po i bani. Ju keni dalur nga feja edhe pse keni qenë më herët besimtar. Dietarët thonë se ky ajet thon se ata shaka kanë qenë besimtar, nuk kanë qenë munafika. Mirë po, për shkak të shakave të tyre, Allahu Azza wa Jall, për shkak të shakas së vogël që ata e kanë bë me fen e Allahut, kanë dalur nga feja, ku Allahu Azza wa Jall u drejtohet duke u thënë: la ta'tadiru, mos u arsyetoni, mos gjeni arsye duke thënë se ne po bëjmë vetëm shaka. Prandaj jemi të obliguar, të nderuar besimtar, jemi të obliguar që të kemi kujdes ndaj çështjeve të fesë, të kemi kujdes të mos bëjmë shaka me gjërat të cilat Allahu Azza wa Jall i ka lënë pjesë të fesë islame, pa e marrë parasysh se a është ajo gjë obligim apo është diçka e zgjedhje për ta kryer. Mirë po, është pjesë e fesë, prandaj edhe duhet pasur kujdes në mënyrë që të mos dalim nga feja e Allahut Azza wa Jall me diçka që ne nuk e dim se është kufër. Ne i kthehemi vetëm Allahut për të gjitha të këqijat, për dobësitë që ne i kthehemi të gjitha Allahut Azza wa Jall, duke shfaqur i dobët përpara atij që Allahu Azza wa Jall t'i ndihmoj të gjithë besimtarët musliman përballë të gjitha mashtrimeve, përballë të gjitha padrejtësive që po u bëhen atyre me fen e Allahut Azza wa Jall dhe me keqsjelljen dhe me fjalët e këqija të cilat nuk kursehemi në asnjë moment. Gjithashtu i lutemi Allahut që t'i ndalë në ndihmë pejgamberit të tij, t'i ndalë në ndihmë fesë së vet, duke i shkatruar të gjithë ata të cilët i zgjasin gjuhët e veta pa asnjë kontroll, e përqeshin atë edhe bëjnë shaka me fen. Ndërsa kur jemi tek çështja se a bën të reagojmë ndaj gjërave të tilla, është e qartë se Islami asnjëherë nuk porosit për protesta dhe nuk porosit për dalje në rrugë e në sheshe në mënyrë që të reagojmë ndaj ndonjë të keqe në Islam. Të gjitha veprimet të cilat po i shohim anë mban botës islame janë veprime që më së paku kanë të bëjnë me fen islame. Pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk na ruar që të dalim në rrugë edhe të bëjmë veprime, të vrasim njerëz, të bëjmë shkatrime vetëm se të tjerët po përqeshin fen e Allahut dhe po përqeshin të dërguarin ton. Ne me veprime të tilla vetëm se u reklamojmë, vetëm se u shfaqim veprimet dashakeqëse të tyre. Në realitet vetëm me reagime të tilla të cilat po i shohim në botën islame, në përshtete islame, ne vetëm se po e realizojmë në njërin prej qëllimeve kryesore të atyre të cilët i bëjnë keq fesë Allahut. Realisht qëllimi i tyre parsor ka qenë që muslimanët të ngriten në këmbë, muslimanët të bëjnë shregullime dhe ta dëmtojnë vendin e vet, ta dëmtojnë shtetin e vet. Përkundra realisht
veprimet e tilla janë anti-islame dhe anti-sheriatit islam. Prandaj të gjithë besimtarët, të gjithë ata të cilët merren me mediat e shkruara, mos paku t'i kushtojnë rëndësi lajmeve të tilla, të mos merren me gjëra të cilat ua merr kohën dasht e padasht, e shfrytëzojnë kohën e tyre në lajme të cilat nuk kanë asnjë vlerë, nuk u shton as pak imanin, vetëm u shton urrëtie edhe armiqësi ndaj të tjerëve, urrëtie e cila i çon njerëzit drejt veprimeve jo islame dhe i çon njerëzit rreth marrjes së hapave anti-islam dhe anti-ligjor. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na hap syt, të na udhëzoj në rrugën e drejtë dhe mos na bëj prej atyre të cilëve ndikohen dhe udhhiqen dhe nga teket e nga gjërat e nxehta të cilat vetëse po ndodhin në botën islame. Allahu ju shpërbleft. I nderuari hoxh, ju sapo shpjeguat pra në mënyrën më të mirë të mundshme mbi çështjen se si duhet reaguar muslimanët në këtë kohë, në këtë amulli që është kriju lidhje me këtë film, që janë paraqitur disa ofendime në adresë të pejgamberit alayhis salam, e që Allahu gjithsesi se ka pastru pejgamberi selam nga shpifjet e tilla dhe ai është i ndershëm dhe do të jetë i ndershëm deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se ju keni drejt ta shfrytëzoni mundësinë tuaj duke parashtruar pyetje në telefonin 044 400 920. Pra ju mund parashtoni pyetje çfarë do lloji koft, nuk janë patjetër pyetjet që duhet dedikuar lidhje me këtë temë. Për shkak rëndësisë dhe peshës që ka pas këto ditë kjo temë, pra në lidhje me ofendimin në adresë të pejgamberit alayhis salam nga individ caktuar, ne edhe e mbajtëm këtë ligjërat. Mi po tani do t'i kushtohemi pyetjeve tuaja që edhe pse nëse nuk kanë lidhje me temën, padyshim se do t'i lexojmë. Hoxhë ndërum, ka ardhur një pyetje në telefonin 044 370 742. Selamu alaikum, thot, a e ka siguru mbrojtjen e Kuranit dhe Muhamedit alayhis salam, Allahu i lartë madhëruar, dhe a do të thot kjo që videot që po i publikojnë armiqtë e islamit e kanë të kotë, sepse nuk mund të përgënjeshtrojnë Muhamedit alayhis salam pasi që Allah e ka mbrojt. Na vetëm se e cekëm edhe pak ma heret. Çfarë i tha Allahu Azza wa Jall pejgamberit në fund të suratul Kauthar, inna a'tainaka al-Kauthar fasalli li rabbika wanhar, ajeti fundit inna shani'aka huwa al-abtar. Me të vërtet përfundimi i atyre të cilët të përqeshin ty, përfundimi i tyre është i keq, e jo përfundimi yt. Allahu Azza wa Jall që 1400 vjet e ka dërguar e më tepër e ka shpallur Kur'anin. Dhe Allahu Azza wa Jall e ka përmes ajeteve kuranore e ka mbrojtur Kur'anin deri në ditën e gjykimit. Kur'ani nuk ka mundësi të ndrohet asnjë shkronjë, Kur'ani nuk ka mundësi të ndrohet asnjë lëvizje, asnjë pikë e vogël të hiqet nga Kur'ani apo të shtohet. Përveç se Kur'ani mbetet gjithmonë i shkruar edhe në mendjet e njerëzve. Allahu Azza wa Jall e ka dërguar Muhammedin alayhis salam, të dërguar të fundit, të dërguar për mbar njerëzimin. Dhe përmes dërgimit të pejgamberit, Allahu Azza wa Jall e ka mbrojtur edhe fen e tij që të jetë fe e triumfuar deri në ahiret. Ngjarjet historike, e tham edhe më herët, na tregojnë se Allahu Azza wa Jall gjithmonë ka ndalë në ndihmë fesë së tij, për arsye se kjo fe ka më qenë deri në momentet kur të bëhet kiameti, deri para ardhes së kiametit. Allahu Azza wa Jall kur e ka dërguar pejgamberin e vet, i ka dhënë garancion se do ta ruaj fen e këtij e tij dhe çështja e vet të dërguarit e tij do të jetë e mbrojtur deri në ahiret. Wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladina kafaru thumma akhadhtum fa kayfa kana iqab. Allahu Azza wa Jall u tregon përmes këtij ajeti të cilën e lexuam edhe më herët, ku tha se çfarë dënimi të dhëmshëm patën ata të cilët bën shaka me ty, me të dërguarit e mëhershëm. Pra, kjo është një prej gjërave
më të mira, të cilat përmes të cilave ajeteve më të qarta, përmes të cilit ajet Allahu Azza wa Jall i tregon pejgamberit dhe të dërguarit se ti dhe feja jote do të jenë të mbrojtura deri në ahiret. Ngjarjet historike tregojnë se janë organizuar edhe kryqëzata të shumta, janë organizuar edhe sulme nga më të ndryshmet ndaj fesë së Zotit edhe ndaj vet pejgamberit alayhis salatu wasalam. Edhe ndaj vet individëve janë mbytur edhe udhëheqësit më të mëdhenj islam. Është mbytur Omeri radiallahu anhu si khalifja i dytë pas pejgamberit dhe pas Ebu Bekrit. Është mbytur khalifja Othmani, është mbytur khalifja Aliu, janë mbytur khulafa të shumët, janë vrarë dhe islami prapse prap ka triumfuar edhe ka vazhduar edhe me 1000 vjet, me qindra e mira vite deri sa ka ardhur tek ne. Kjo do të thotë edhe pse janë vrarë njerëzit më të mëdhaj të islamit, islami prapse prap është përcjellur dhe ka mu përcjell deri në ditët e fundit. Ajo çka realisht besimtarët muslimanët duhet të kenë kujdes, problemi është se ne merremi me filma, ne merremi me ingjëzime, me fjalë të njerëzve nga më të poshtrit, nga më të pamoralshmit. Realiteti është se me filma nuk duhet të merremi fare. Këto kanë ekzistuar gjithmonë edhe kanë me ekzistu deri sa të ekzistojnë video ingjëzimet. Prandaj nuk duhet merremi shumë me to. Për neve është haram, është ndaluar që të merremi me përhapjen e lajmeve, me përhapjen e gjërave që pabesimtarët, armiqtë e islamit i bëjnë për ne, në mënyrë që besimtarët muslimanët të mos u vijnë në vesh ajo të cilët të tjerët e bëjnë kundrejt nesh. Prandaj me garancion të ajeteve kuranore kemi se Allahu Azza wa Jall do ta mbrojë fen e tij dhe do ta mbrojë islamin, do ta mbrojë pejgamberin alayhis salatu wasalam. Mirë, po kjo nuk do të thotë se ne do të merremi me veprime të anti-islame, me veprime antiligjore, të cilat vetëm se shkaktojnë kaos edhe shkaktojnë pasigurinë e vendet të ndryshme, marrin jetat të njerëzve, dëmtojnë prona të cilat në realitet duhet të ruhen, marrin jetë të njerëzve të cilat realisht nuk duhet të miren, ndërsa për udhëheqësit e shteteve adekuate ku bëhen veprimet e tilla duhet të merren hapa ligjor brenda ligjeve të atij shteti në mënyrë që këto gjëra të pengohen sa më shumë që të jetë e mundur. Vazhdojmë tutje me pyetje tjera në 0444920 dhe tjetër alternativë, pra keni mundësinë të vazhdoni dërgoni edhe me tej pyetje në 0280 370 742, po ashtu edhe në telefonin celular 15 minutat në vazhdim në 044 400 I nderuari hoç, pyetja radhës lidhet për shkak të ndjeshmërisë së pyetjes, mirëpo duke pas parasysh se ne jemi ardhur në këtë studio për t'i promovu popullit hakun dhe vetëm hakun, pra ashtu fen ashtu siç I ka zbrit dërgumit Allahit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo njeri nga ne mund ta sprovoj Zotin me ndonjë rast vdekjeje. Mirëpo një amulli që është kriju në popull dhe një mund të themi një tradit që ku fomën është patjetër, është bë obligim patjetër dërgu me la, domethënë hoxha, me I dhon abdesin e fundit apo guslin e fundit. I nderuari hoç, sa qëndron kjo në realitet dhe si kush duhet kujdesur për të vdekurin, familjarin e tij dhe si qëndron puna? Larja e xhenazës ka mbet tradit tek ne, apo është bë tradit tek ne për shkak të lëshimeve në fe që I kemi bë, për shkak të mosdijes tonë për fen e Allahut Azza wa Jall. Edhe njerëzit duke ju e larguar përgjegjësinë se nuk po di, ja kanë lënë gjithmonë një njeriu më të dishum, edhe në këtë rast ja kanë lënë në dorë punën dorë hoxhës, në mënyrë që ai ta lajë xhenazën edhe t'i kryj ritet apo edhe gjërat e tjera që kanë të bëjnë me të vdekurin, që t'i kryj ai e jo dikush tjetër.
prej sunetit e pejgamberit alayhis salatu wasalam, siç edhe e the edhe ti i nderuar, the se ne promovojmë do të thotë në islamin bazik, islamin bazë, qysh edhe e ka veprimet e pejgamberit alayhis salatu wasalam, e promovojmë këtë në mënyrë që njerëzve tua parafrojmë sa më shumë hakun të vërtetën. Veprimin e tillë më së miri e mësojmë nga veprimet e pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe veprimet e shokëve të tij. Kemi raste kur pejgamberit dhe njerëzve të asaj kohe, shokëve të tij, u kanë vdekur njerëzit e afërm dhe duhet marr shembull nga ata se kush ka bërë larjen e xhenazës, kush ka bërë faljen e xhenazës e kështu me radhë. Në realitet larjen e xhenazës e bën njeriu më i afërt i të vdekurit. E bën larjen e xhenazës njeriu më i afërt i të vdekurit. Nëse dikujt i ka vdek baba, atëherë prindi djali apo edhe vajza mund ta pastroj babën. Dikujt i ka vdekur gruaja, djali, do thotë burri i saj mund ta pastroj të vdekurën, edhe e kundërta. Nuk ka asgjë të keqe kur e dim se Uthmani radiallahu ta'ala anhu e ka pastruar vajzën e pejgamberit, gruan e tij me dorën e vet. Kur Aliu radiallahu anhu e ka pastruar, e ka lar shoqen e vet, gruan e tij, vajzën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, sikur të kishte qenë gjë e urryer në fe, ata nuk do të kishin vepruar ashtu. E aq më pak kur edhe vet pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë i gjallë. Kur pejgamberit alayhis salatu wasalam i ka vdekur djali i tij Ibrahimi, ai e ka pastruar atë me duart e veta. E kështu me radhë, do të nuk do të thotë se do të me zgjedh hoxhen për me e bë pastrimin e xhenazës, mirë po duhet me e pastru xhenazën njeriu më i afërt, dashamirësit më të mëdhaj të atij njeriu. Kjo është suneti i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe falja e xhenazës, edhe pse tek ne është bë traditë që të falet namazi i xhenazës brenda oborrit të xhamisë apo para hyrjes në varreza, nuk do të thotë se është kusht që hoxha del t'ia fal xhenazën. Kemi raste të shumta ku pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë mesin e njerëzve, ka vdek dikush prej njerëzve, edhe për vdekjen e tij e ka marrë vesh edhe më vonë. Kjo tregon se e ka marrë vesh edhe pas varrimit. Kjo tregon se sikur të kishte qenë obligim prezantimi i imamit në varrim, vetë pejgamberi alayhis salatu wasalam do të kishte prezantuar. Mirë po xhenazën ja fal dikush prej të afërmve, një njerëz i cili ka dije më shumë në aspektin fetar. Tek ne ka me traditë se hoxha i din këto gjëra më shumti, edhe ka me që hoxha me ja fal xhenazën, mirë po unë nuk po them se tash të merr përgjegjësinë çdo kush i ta laj xhenazën, i cili nuk ka njohuri me guslin, se si jepet gusli, si jepet pastrimi, apo të afal xhenazën çdo kujt që hajt po i teket prej të afërmve të tij, mirë po duhet zgjedhur një njerëz që dim pak më shumë në çështjet e fesë, të afrohet hoxha apo dikush tjetër, t'ua mësoj se si pastrohet xhenazja të afërmve të vet dhe ata ta pastrojnë në mënyrë që i vdekuri të pastrohet prej duarve të familjarëve. Gjithashtu edhe çefinosja, edhe falja e namazit. E kemi kur një grua e cila ka qenë është cilësuar, është përshkruar kështu si gruaja e zez, do të thotë ka qenë me ngjyrë të zez, e cila ka pastruar xhamin çdo herë, është përkujdesur për pastërtinë e xhamisë. Pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka parë që për disa ditë nuk e ka pastruar xhamin dhe i ka pyetur shokët e vet se ku është ajo grua, i kanë thënë se ka vdekur. Do thotë pejgamberi alayhis salatu wasalam mungesën e saj e ka vërejtur vetëm atëherë kur nuk është parë ajo në xhami duke e pastruar. Atëherë pejgamberi alayhis salatu wasalam afrohet tek pyet për varrin e saj, afrohet tek varri i saj dhe ia fal xhenazën. Kështu pra pejgamberi alayhis salatu wasalam ka kuptuar shumë më vonë se sa pasi është varrosur dhe xhenazën ja ka fal i vetëm, përderisa nuk pas ka qenë obliguar për pejgamberin alayhis salatu wasalam që të prezantoj vet aty, as më pak edhe për njerëzit e kësaj kohe ku nuk duhet të kërkojnë shërbime gjithmonë nga hoxha, mirë po hoxha duhet të jetë pak a shumë ai që i mëson njerëzit nga afër, ndërsa njerëzit, ata të cilët e pastrojnë, ia falin xhenazën, merren me varrimin e
të vdekurit ashtu qysh edhe duhet. O gjendëruar edhe një pyetje që ndërlidhet paksa me këtë çështje. Në popull gjithashtu kemi dëgjuar shumë shpesh dhe përfundimisht ka qenë një bindje, ndoshta një keq interpretim, se një njeri që vdes duke qenë gjumnub, ai vdes pa iman. A mund ta shtjelloni këtë çështje se a është kjo e vërtet apo cili është realiteti? Sepse unë kam dëgjuar dhe jam shumë i sigurt që njerëzit kanë gjetë format më ekstreme të pastrimit trupit duke pas frikë se mos po vdesin duke qenë gjunub ndihmën, vjesht e mos po shkojnë pa iman. Kjo nuk ka të bëj asgjë me këtë gjë. Njëri prej sahabeve i cili ka qenë me papastërti të madhe, do të ka qenë gjunub, ka pas papastërti të madhe dhe kur është thirrë në front të luftës në kohën e pejgamberit alayhisalatu wasalam, ka shpejtuar ashtu. Dhe thuhet në transmetim të hadithit se derisa edhe njollat e papastërtisë së madhe i ka pasur në petkun e vet. Dhe ai person është ka ra shahid, ka vdekur në fushë betej, ndërsa pejgamberi alayhisalatu wasalam thotë se atë njeri e kanë pastruar me lajket. Nuk ka të bëj, nuk është ky bot kuptim është i gabuar, ndoshta hoxhallarët e mëhershëm të kohëve më të vjetra, në mënyrë që njerëzve t'ua zmadhojnë, njerëzve tek mendjet e njerëzve të jetë sa më e rëndësishme çështja e papastërtisë, në mënyrë që ata të marrin hapa sa më shpejt që të pastrohen, u ka bërë çështjen kaq të vështirë, kaq të ndërlikuar, saqë edhe nëse vdes si gjunub, shkon pa iman. Kjo nuk është e vërtet, nuk qëndron, nuk kemi argumente nga sheriati islam për një gjë të tillë, mirë po për besimtarin është obligim që në momentet kur ndodh papastërtia e madhe, në momentet e para që jepet mundësi, duhet të pastrohet dhe të largoj papastërtin si nga rrobat, ashtu edhe nga trupi i vet, për arsye se besimtari gjithmonë duhet të jetë i pastër. Besimtarit pas 1 ore, pas 2 ore i vjen koha e namazit, të cilën duhet ta fal, dhe namazin duhet ta fal në kohën e vet. Prandaj besimtari duhet të përgatitet, ka një pjesë kohore ku sidomos në të ftohtë të madh ta përgatis ujin në mënyrë që të pastrohet dhe të jetë i gatshëm për namaz dhe për adhurime të tjera, lexim të Kuranit e kështu me radhë, në mënyrë që para Allahut azza wa jall të dalë i pastër. Nuk duhet të anashkaloj, hajtse unë po vdes, nuk pas ka problem nëse vdes gjunub apo jo, atë që kam besimtar apo jo. Nuk duhet ta marr këtë si arsye se që ta vonoj pa mos pastrimin, por kjo është vetëm arsye që ai ta gjej kohën e duhur, ti marr shkaqet, ujin e nxehtë në kohët e ftohta derisa të nxehet dhe të pastrohet në mënyrë që të jetë i gatshëm për adhurime. Allah i shpërbleft hoq i nderuar dhe juve të nderuar dëgjues që na ndoqët. Me kaq do të përmbyllim këtë pjesën e parë apo emisionin e parë të emisionit Udhëzimi në Radio 24. Unë ju kujtoj se takimi ynë i radhës është të premten tjetër nga ora 18 në Radio 24 apo në adresën elektronike në internet e Radio 24 vizks.com. E falenderojmë hoxhin e nderuar Usame Morinën për ligjëratën në studio dhe drejtorin e radios Njerit që po kryen funksionin e operatorit teknik Shefket Morinën. Faleminderit dhe nga unë Arjan Shefket Keçmezin, faleminderit dhe nga unë Arjan Mavriçi si moderatori i këtij emisioni. Pra edhe njëri kujtoj se takimi ynë i radhës është të premten nga ora 18. Për fund ju përshëndesim me përshëndetjen më të mirë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu.